Tre shtetet shqiptar të shpallur në kërkim ndërkombëtar për përfshirjen në ngjarje të rënda kriminale janë ekstraduar mbrëmjen e së njëjtës nga Dubai drejt Shqipërisë. Ata akuzohen nga gjykata e posaçme për krimin e organizuar dhe korrupsionin si pjesë e organizatave kriminale dhe si përkrahas të një shtetasi të shumë kërkuar. Në pranga kanë rënë Ado Xhika, i njohur dhe me emrat Ado Sëriku dhe Elkier Sëriku, i akuzuar për përkrahje të një shtetasi të shumë kërkuar në kuadër të një organizate kriminale. Ervis Daka, i dyshuar si pjesëtar i një organizate që ka planifikuar vrasje dhe për përkrahje të njëjtit shtetas në kërkim. Maksim Koçi, i akuzuar për vrasje, siguri mjetesh për të kryer vrasje dhe përkrahje të një shetasi të shumë kërkuar, gjithashtu në kuadër të një organizate kriminale. Kapja e tyre u bë e mundur disa javë më parë nga policia e Dubait në bashkëpunim të ngushtë me strukturat e specializuara të policisë së shtetit shqiptar. Informacionet janë siguruar dhe shkëmbyer në kohë reale, çka çoi në arrestimin dhe më pas ekstradimin e tyre drejt vendit ton. Pas mbërritjes në Shqipëri, të tretë ekstraduarit janë dorëzuar në drejtorinë e përgjithshme të burgjeve, ku do të qëndrojnë në pritje të përballjes me drejtësinë. Operacioni konsiderohet një tjetër goditje ndaj grupeve kriminale dhe një tregues i forcimit të bashkëpunimit ndërkombëtar në luftën kundër krimit të organizuar.